Ditën e Kiametit nuk ban dobi as hoxha, as baba, as nana, as evladi. Yawma la yanfa'u malun illa wala banun. Nuk ban dobi as pasuria, as fëmit, illa men atallaha bi qalbin salim. Vetëm ai që vjen me zemër të shëndosh. Çka zemra shëndosh? Zemra shëndosh është shembull, unë ta them një dyshim për vllahun tan, për babën tan, për dikan, për shokun tan. Ti e besove. Pse be besove? Dyshim. Vetëm po ma ti se një mirë atë. Kaç, nuk thon diçka më shumë. Shejtani vjen na fol për njëri tjetrin. Po, ama ti se një mirë atë. Kaç, do ti dyshove. Pse be i besove ti? Hiç pa kur gjë, hiç pa ndëgju kur gjë. Pse besove ti? Pse besove? Do më thonë ki smundje në zemër. I besove smundjes e dyshimit, në vezvese njëjtë. Thot dikush, nuk e di, ka mundsi abdes nuk i. Nuk e di, thot dikush në çat xhami namaz nuk i ndoshta. Dikush thot me çat hoxhën jas. Pse besove në dyshim? Shejtani të lufton deri në momentin e vdekjes. Me epshe dhe i din mëkatet tua më të afërta që ka mundsi me të vështru.